Islame, halal dhe haram, sepse dëgjojmë shumë lloj mendimesh kudo, në rrjete sociale, nga miq, nga familja. Kush ka kompetencën vërtet? Asalamu alaikum. Pyetja është e thjeshtë. Kush ka të drejtë të flasë për fenë e Allahut? Allahu thot në Kur'an: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Mos ndiq atë për të cilën nuk ke dije. Mos ju qas asaj për të cilën nuk ke dije. Vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra, për gjitha këto do t'i jepet llogari. Të flasësh për Islamin nuk është opinion personal, nuk është analizë politike, nuk po të pyet askush a pajtohesh ajo. Është përgjegjësi para Allahut dhe para besimtarëve të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-ulama'u warathatul anbiya." Dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Kjo do të thotë se fjala për fe nuk merret nga kushdo, por nga ata që e njohin tekstin, kontekstin, mesazhin e fesë, metodën e argumentimit dhe kufijtë e fesë. Nuk mjafton të lexosh një përkthim, sepse aty je vetëm një rob i interpretimit të përkthyesit. Nuk mjafton të ndjekësh e të pëlqej vetja më shumë se sa meriton. Nuk mjafton të flasësh bukur e të mendosh se gjithçka që thua është edhe e vërtetë. Të flasësh për dispozitat islame do të thotë të kuptosh Kur'anin, Sunetin, konsenzusin e dietarëve dhe të kesh aftësinë të vëresh pikat krahasuese dhe pikat dalluese e të ndryshueshme të Islamit, të cilat gjithmonë duhet pajtohen me mundësitë e besimtarit në një kohë ose vend të caktuar. Allahu na mëson: "Fattaqullaha mastata'tum." Ruajuni Allahut me aq sa keni mundësi. Dhe një paralajmërim tjetër nga Kur'ani është edhe më i fortë. Thot Allahu: "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Mos thoni me gjuhët tuaja kjo është e lejuar dhe kjo është e ndaluar, duke trilluar gënjeshtra ndaj Allahut. Kush trillon ndaj Allahut nuk shpoton. Pra, kush flet në këto tema pa përgatitjen e duhur, ai veç se ka trilluar. Halali, harami dhe dispozitat e shumta të fesë nuk janë çështje ndjenjesh dhe shijesh, janë çështje faktesh dhe provash. Kjo nuk do të thotë se feja është vetëm e dietarëve, por do të thotë se secili duhet ta njohë vendin e vet. Nëse nuk ke dije, pyet. Nëse nuk je i sigurt, hesht. Nëse do të japësh dije, merr dije, sepse fjala për fenë është amanet, kurse e kundërta është trillim. Ky amanet nuk bartet me zë të lartë, por me dije për Islamin dhe me vetdije ndaj Allahut Teala. Selam aleikum.